Përshëndetje, kuzhina Nerit. Sot kam vendosur për përgatit oriz në tepsi që bëhet shumë e sheshën me mish të pulës. Orizi pra si që themi ne kokër. Krejt që kanë nevojën pra janë 1 kilogram mish të pulës. E kemi zi me ujë edhe 1 lugë të gjellës me veget. Në mund tjetër 500 gram në oriz i kum pastru mirë derisa të mbet ujë i pastërt. 2 qepi kum ngri, gjys spece të kuqe, 1 karrotë kum ngri, 1 domate e kom qeruar, kom bli vaj edhe 1 lugë të mesme veget pasi që mishi pra i pulës ka pashtë. Në amën tjetër për me ly mishin e pulës, për ndryshe ka qikat nevojitën, jo plot 1 gotë e qaj pra me ajk ose shlakzane, për ndryshe bubla, 1 lugë të mesme biber të kuq, 1 lugë të mesme me hudhër edhe 1 lugë të qajt veget, edhe për orizin pra nevojitën 1 lugë të mesme me gjallë. Bismillah, fillojna me përgatitjen e iftarit. E morrim 1 tigan spori edhe qesim vajin që të nxehet mirë. Pasi që është nxehur vaj, tash hedhim qes. Mandej shtojna orizin që kemi pastru mirë pra me ujë. Furrën e shtojna në nxehtë temperaturë 230 gradë. E kam redisin pra orizin me qepën për 2-3 minuta. Hedhen gjallën, mandej qepën ujnë, langën e ujë. E ullëm temperaturën tash të mish të ploqës, pra. Shtojna vegetën. Ta shtojna karotën, specën, pra gjysë specët e kuqe, tomatën, e qeruar, edhe i përzina krejta për bërës, tash e morë tepsin. Tash të e morrim orizin edhe e shprazën pra në tepsi. Pas e kemi shprazën në tepsi, tash ja shtojna edhe pak lëng të pulës, pra të mish të pulës. E përzina. Derisa të mbullohet pra orizi.
Tash morëm një pjatë, edhe qesim për ojkën. Shtojna melmezat, pulvrën, biberin e kuq, edhe vegetën e rëzimin të gjitha së bashku. Krejt në fund, ja qesim veç pak vaj. Edhe tash morëm mishin e qesim tek orizi. Tash e lyna pra edhe mishin e pulës për mi, me melmesa që i kom përmend edhe me pak vaj. Edhe me njëherë fusim pra tepsinë e furrën e nxehur. Edhe tepsinë me oriz e kemi heq prej furrës, e kemi lënë pra për 30 minuta. E shohim tash pra, edhe shihni edhe vet se si bëhet orizi. Tepër i sheshëm që ja vlen ta provoni secila motër. Neve na beft mirë. Iftari juve, po ashtu motra të dashura nëse e provoni. Faleminderit për përkrahjen që ma bëni. Allah na pranoft agjerimin e deri në recetën e radhës. Ja kuzhina një, të them, miru pofshi.